Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku dolma me lakër. Marrim një tigan, hedhim pak vaj ulliri, 3-4 shep njoma, një presh, $300 gram spinaq të grirë, një dorë krip, hedhim një dorë majdanoz dhe një dorë dill, një lugë kafe paprika, një lugë kafe rigon, pak piper, një knor pule, hedhim pak menër, një filxhan oriz, tre lugë salcë, dhe tani mbushin e kemi gati. Marrim 2 lakra mesatare, i presim pjesën e fortë, i presim kështu në mënyrë që të hapim gjithët një nga një. I lëm lakrat të valojnë për 5 minuta dhe i hekim nga uji. I hapim gjithët një nga një. Marrim tepsinë, shtrojmë pak vaj ulliri dhe shtrojmë këtë pjesën e brendshme të lakrave. I hekim me thikë këtë pjesën e fortë gjethëve. Dhe tani fillojmë të mbushim gjethet e lakrave. Hedhim një lugë nga mbushja, i kthejmë nga 2 anet dhe i bëjmë rol.
tani kemi mbaruar me bushjen. Do të përgatisim salcën që t'ja hedhim përsipër. Marrim 1 lugë salcë të kondensuar, 1 knar pule, edhe 3 lugë vaj ullirit, 500 ml ujë të valuar. E përzihem mirë. Dhe tani unë kam marrë një copë mish brinj. Kjo është sipas dëshirës. E kam vënë sipër dolmave, sepse gjatë pjekjes këto i japin një shije shumë të mirë. I hedhim pak rigon, krip, piper, edhe hedhim salcën që e kemi përgatitur. E mbyllim me kapak dhe do ta pjekim në furrë në 220 gradë për 1 orë. Dhe tani e kemi hequr nga furra. Dolmat janë gati. E servirim në pjatë. Të dashur miq, kjo ishte receta për sot. Shihemi në videon tjetër.